Vllaznia Teuta, Superliga e basketbollit për meshkuj ishte sfida e parë për vitin 2026 e luajtur në Pallatin e Sportit Tazim Dervishit të Shkodrës. Fiton Vllaznia me rreth 20 pikë diferencë me kapitenin e ekipit Dursak Kristi Gorea. Një nisje vitit jo e mirë për ekipin Dursak, mund të themi. Normalisht të humbësh gjithmonë nuk është mirë, por ndeshja tregoi që ekipi i Vllaznisë ishte më mirë në këtë ndeshje dhe meritoi fitoren. Ekipi jonë nisi periudhën e parë shumë avashë dhe periodat e tjera edhe pse luajtëm, domethënë në mënyrë më rivalizuese, besoj se diferencën e bëri perioda e parë ku edhe u krijua diferenca e thellë që ekipi jonë nuk arriti dot ta kthente rezultatin. Normalisht është një humbje kundër një kundërshtar direkt për play-off, që nuk është e mirë për ekipin tonë, por kampionati është i gjatë, kemi edhe fazën tjetër të kampionatit para se të shkojmë në play-off, kështu që kemi kohë të shohim gabimet dhe të rikuperojmë. 10 minutë i dytë, perioda e dytë ishte më mirë për ju, e fituat me 1 pikë diferencë, por para nuk shkoi mirë në pjesën e dytë. Po, siç e thash, në periudhën e parë u krijua një diferencë rreth 12-13 pikësh, edhe normalisht kjo diferencë është e thellë për ekipe që kanë eksperiencë si Vllaznia. Normalisht ekipi jonë gjatë gjithë kohës u përpoq ta ulte këtë diferencë, arritëm ta bënim me fraksione loje në periudhën e dytë, por që faktikisht na penalizuan edhe goditjet nga distanca ku nuk ishim shumë të saktë, gjithashtu kemi humbur dhe rreth 10 gjuajtje të lira që mund ta ndihmonin ekipin tonë të ishte në lojë, por besoj kjo e bëri diferencën dhe mbetet vetëm për të ulur kokën dhe për të punuar për ndeshjen në vijim. Kjo ishte ndeshja e fundit për fazën e parë dhe një farë mënyrë luajt për vendin e 4. Vllaznia fitoi dhe është përpara jush e 4-ta, ju në vend të 5. Si do të jetë ecuria e Teutës në vazhdim? Po, siç e thash, kemi edhe një fazë, domethënë kemi ndeshje, javën që vjen kemi një ndeshje prap ndaj një rivali direkt për play-off siç është Kamza, edhe kemi edhe mundësinë që të përmirësojmë rezultatet e fazës së parë dhe ndaj kundërshtarëve të tjerë direkt si Fieri, domethënë Apollonia, Tirana dhe Shkodra dhe Kamza, siç e thash, kështu që këto ekipe këto ndeshje direkt në fazën e dytë do të përcaktojnë edhe rënditjen tonë në fund për play-offin dhe shpresojmë që në play-off kemi një pozicion të mirë që të luftojmë deri në fund për objektivat tonë. Në aspektin personal, Kristi Gorea prej disa vitesh udhëheq Teutën si kapiten i skuadrës. I kënaqur me karrierën tuaj? Ky është sezoni im i 12 me Teutën. Normalisht kemi pasur sezone ku kemi arritur suksese të rëndësishme si kampionatet e fituara, kupa, superkupa. Ky sezon nuk është në nivelin e sezoneve të mëparshme, por gjithmonë ne jetojmë në momentin dhe gjithmonë përpiqemi të arrijmë rezultatin final dhe në fund kur të mbaroj karriera ime sportive mund ta shikoj në retrospektive dhe të mendoj për arritjet dhe disfatat dhe të jetoj me rezultatin nëse kam dhënë maksimumin. Dhe fundit Kristi Gorea kapiten fush, por në krye të presidencës baba juaj Arsile Gorea. Si sa ndikon kjo? Si është bashkëpunimi? Bashkëpunimi është një bashkëpunim i mirë siç mund të jetë bashkëpunimi baba-bir. Normalisht respekti për imat është maksimal, presioni është edhe dyfish duke qenë se je gjithmonë në vëzhgim sepse je djali i presidentit. Me kalimin e kohës jam mësuar të jetoj me këtë presion dhe mendoj se ky presion ka bërë që të rritem edhe si lojtar, po edhe si individ dhe më ka ndihmuar në jetën time si sportive, po edhe jashtë fushave të sportit. Për ta mbyllur, ku do të jetë Teuta në fund të këtij sezoni në Superligën e basketbollit meshkull? Jam i sigurt që do të jemi në play-off. Tani shpresojmë që në fazën e dytë të rikuperojmë këto rezultate të fazës së parë që nuk ka qenë në nivelet që ka mësuar Teuta publikun sportdashës, por shpresoj që të jemi në katërshe që të arrijmë një rezultat pozitiv në play-off. Kristi, faleminderit, sukses. Faleminderit.